është titullar për autoritet kontraktor është direkt Ministria e Infrastrukturës, sepse është një tender i cili është zhvilluar me një shumë që nuk është prokuruar të paktën, po them ndoshta në 10 vitet e fundit në Shqipëri dhe kalon disa vlera që vetëm një institucion si Ministria e Infrastrukturës mund t'i kryente dhe në raste kur ARSH për shembull ka ndërtuar vepra rrugore i kanë ndarë në lote për shkak të shumave financiare apo duhet për informacion për ta saksuar avokat. Në rastin konkret, po, zonja Balluku është si personun e tim për shkeljen e barazisë në tendera, sepse është direkt titullar i autoritetit kontraktor. Pavarësisht se avokati thotë që do duhet ishte shumë më shumë se kaq. Po, avokat, që të ndalim edhe te një fakt tjetër shumë i rëndësishëm. Për shkeljen e barazisë tendera tash. Shikoj, të mos dezinformojnë publikun. Shkelja e barazisë tendera bëhet nga ata persona të cilët pranojnë dokumentacionin, shikojnë ofertat, dhe zgjedhin më të leventit. Avokat, çështja ka derivuar nga telefoni i ish kreut të ARSH-s i arrestuar tashmë dhe nga transkriptet e mesazheve. Telefoni përcakton dispozitet për akuzë, nuk është telefoni, ai telefoni është informacion. Praktikisht të njëjtën gjë po thoni të dy, thjesht avokati e përshkallëzon dhe më shumë dhe thotë që do duhet kishte akuza të tjera më serioze se kaq. Po, e qartë. Lutem të po vendosëm një kod. Po. Atëherë dhe njerë, unë po them, Ministria ka korrupsion, minimumin shpërdorimin e detyrës, por jo shkelje barazisë tendera. Dhe ata janë më krastile këtë për të justifikuar mas sigurimi, të mos marrin mas sigurimin e saj, të mos ketë konsekvenca pasurore, e kupton, dhe prandaj është bërë kjo punë. Dhe ajo në fund, nëse e çojnë me këtë akuzë, ajo merr pafajësinë direkt. Tani un po them. Dakor. Ja ka hequr kompanisë fituese dhe ka dhënë turkut e kompania. Un po them, unë e di qëndrimin tuaj ndaj SPAK. Po e heqim këtë, pra, po e heqim paragjykimin apo çfarë mund mendoj secili ndaj nesh, secili prej nesh lidhur me atë çfarë do të bëjë ose nuk do të bëjë SPAK. Un po them, nisur vetëm nga ky dokument i fundit, që është shumë i rëndë, shumë serioz në fakt. Në momentin që ky do depozitohet në SPAK, pra, e heqim faktin e bërë publik, faktin që SPAK do duhet ta kishte. A do duhet të detyrohet SPAK që ta thellojë ose ta fusi dhe këtë dhe të rishikojë pozitën penale, po them, qoftë Belinda Ballukut, qoftë kryeministrit? Ata e kanë parë, sepse unë po të them dhe njëherë për të distatën herë. Edhe pak të letër është njësoj kjo që po ju them. Edhe pak të letër ajo nuk ka shkelje barazisë në tendera. Ajo ka korrupsion, minimumin shpërdorim detyre. Këtë po them unë. Jo dokument shërben për të implikuar dhe për të marrë për të pyetur kryeministrin. A e kuptoni ju apo jo ka përshpunim apo ka përshpunim? Po kjo nuk diskutohet puna e kësaj. Po ja. E para e dyta. Sa po e the? Shërben për të marrë dhe për të pyetur kryeministrin. Ky është për shkallëzim, po pra, po për këtë po pyesja. Sepse ai dokument nuk mund të funksionojë dhe nuk mund të krijojë pasoja juridike nëse nuk ka ato firma që janë hedhur në atë dokument. Po. Firma janë të domosdoshme, me që ai akt të marrë formën e aktit, edhe që të krijojë pasoja që ata i firmosur të